Ka fëmijë që nuk u rritën me ndëshkimin e prindërve, por ata kur u rritën, filluan të ndëshkojnë veten e tyre. Një nga këta fëmijët kam qenë dhe unë. Kur një fëmijë rritet me refuzim, me kritik, me shere shamata në familje, kujton sepse ai bën gjithmonë gabime. Diçka nuk shkon mirë me të. Këta fëmijë rriten me ndjenjë faj, pa arsye, ndëshkojnë veten, nuk e lejojnë të i gëzimin në jetën e tyre, por akoma dhe kur rritesh. Dhe sjellin në jetë marrëdhënie, gra ose burra, partner, të cilët nuk i duan, nuk i respektojnë, nuk i vlerësojnë, sepse ai dhe ajo kujtojnë që nuk ka vlerë. Një nga këta fëmijët kam qenë dhe unë. Është një emocion shumë i fuqishëm që e mbajmë dhe ajo krijon në brendësi urrejtje, por jo me të tjerët. Kujtojmë se kemi me të tjerët, por është një emocion që urrejmë veten tonë, pse e lejuam veten të na bënin çfarë të donin prindrit tanë. Dhe shumë e shumë të tjerë. Gjithashtu, këta fëmijë mbajnë dhe frikën që nuk janë të vlefshëm, nuk janë të respektuar dhe vazhdohet në moshën madhe. Por, dua t'ju them që prindrit tanë nuk kanë dashur të sillen në këtë mënyrë. Dhe ata kanë bërë atë që ju janë sjell prindrit e tyre. Akoma edhe ne, akoma edhe unë, që u rritëm me këta prindër edhe kujtuam që ajo duhet, është shumë e rëndësishme dhe i rritëm fëmijët me shumë seriozitet, i rritëm çfarë do thonë të tjerët me kritika të ndryshme dhe ju ngjallëm frikat me dashje pa dashje, nuk e bën sepse deshëm, por bëmë më të mirën që dinim. Por këtu jam për shërim dhe jo për trashëgim. Prandaj, në qoftë se dhe ti që më dëgjon, më shikon në këtë momente, je nga ta fëmijët që je ndjer me faj, ke ndëshkuar veten, të gjitha këto dhe shumë e shumë të tjera, ja ke për vete, se ke lejuar veten që nuk të respekton burri, gruaja, çfarëdo që ke, dhe t'japin thërrime, nuk kanë të bëjnë partnerët. Këta janë ata që pikërisht ty po të ndihmojnë si shpirtra që të tregojnë të dali plaga jote. Realizimi dhe shërimi vjen kur ti e shikon të vërtetën dhe i bën një pyetje vetes me dorë në zemër, duke mbyllur sytë të shikosh veten tënde me sytë e shpirtit dhe ta pyesësh veten. Kjo që kam përjetuar, a është e vërtetë? A kam vlera unë si fëmijë, si grua, si burr tani? A duhet ta mbaj më këtë ndëshkim, këtë kritikë, këtë çfarë do thonë të tjerët, këtë gjykim, këtë kritika, apo duhet ta liroj? Në qoftë se dhe ti që shikon këtë video, je gati për ta liruar dhe për të sjell balancën në çdo qelisë të trupit tënd, për të larguar ndërshkimin, urrejtjen, atë që ty nuk të lejon të gëzosh, jam këtu Merita Cake, mentore, shkrimtare, trajnere dhe mësuese e zhvillimit personal dhe e zgjimit kolektiv. Ndërmjet përvojave të mia, por më tepër ndërmjet teknikave dhe përvojës time personale të të ndihmoj si mund të dalësh nga ky rreth që ke hyrë. Në qoftë se kërkon më tepër dhe kam përgatitur program 21 ditor që mund ta marrësh në kohën tënde, të punosh 10 minuta në ditë dhe të shikosh që në fund të 21 ditëve do shikosh lehtësimin dhe të fillosh të respektosh dhe të lejosh gëzimin të hyjë në jetën tënde. Për këtë mund të më shkruash në Viber, TikTok dhe në Telegram tek telefoni 0030 699 321 46 37. Dhe e shikon figurën nga mbrapa që është e vizatuar, shikoj një grua dhe jo thjesht të zgjodha që ta bëj këtë video këtu, sepse gratë janë ndëshkuar, si të thuash, më tepër nga prindrit, janë gjykuar, ju kanë dhënë atë turpin
që është turp të bësh këta, është turp të bësh atë, dhe gruaja ka arritur në atë agresivitet dhe nga brenda është gati që të bëjë pushkën, që të shënoj në shënjestër. Por kjo nuk është zgjidhja, zgjidhja është dashuria për veten dhe lirimi. Dhe jam këtu të ndihmoj, dhe në individ dhe në kolektiv. Dhe shikon ti grua që në zemrën tënde është shehur ajo fëmia e vogël që kur e ndërshkonin merte e kujtonte se e meritonte këtë, por në të njëjtën kohë kishte edhe anën tjetër që i thoshte ti mund të marrësh hak për gjithë këto që po të bëjnë. Ti në cilën anë je? Të dua shumë, të falenderoj, dhe erdhi koha të lirojmë burra dhe gra së bashku. Dhe ju jam mirënjohëse që këtë video ta shpërndani dhe në rrjetet tuaja sociale, sepse duke shpërndar mund të ndihmoni dhe një person tjetër të gjej veten e tij. Për çdo gjë ka zgjidhje, veçse kur ti je gati. Unë jam këtu të ndihmoj, nëse ti do të ndihmosh veten tënde. Ju falenderoj.